Të nderuar teleshikues, asalamu alaikum. Mirë se vini në emisionin ton të radhës Pyetjet në Kur'an. Sot kemi një tjetër temë interesante, një udhtim le ta quajmë pra midis qiellit dhe tokës, pasi një ajet kuranor trajton pikërisht fazat dhe ciklet hënore. Konkretisht në ajetin 189 të surës El Bekare, Zoti thot të pyesin ty o Muhammed për hënat e reja. Thua ju, ato janë për njerëzit shenja përcaktuese të kohës dhe të haxhillëkut. Pse Zoti i krijoi format e hënës? A mund ne ta kuptojmë pra në kohën tonë kur kemi një tjetër kalendar diellor, urtësinë pse Zoti ka përcaktuar matjen e kohës apo më saktë një orë kohore pra siç është hëna. Këto pyetje dhe të tjera pyetje si këto do t'i trajtojmë pra me të ftuarin ton, Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Atëherë për ta nisur nga aspekti fetar, kush është shkaku i zbritjes së këtij ajeti? Ajeti kuranor, pra bëhet fjalë për ajetin 189 të surës El Bekare, është një ajet që faktikisht është pyetur për diçka tjetër dhe përgjigje ka ardhur për diçka tjetër. Në le të themi në retorikën arabe, kjo quhet xhawabu hakim, përgjigjja e të urtit. Domethënë ti pyetesh për diçka që nuk është se ka ndonjë dobi apo ndonjë vlerë për vetë pyetësin dhe duke marrë shkas nga pyetja e tij jep një përgjigje që është në interesin e tij më të rëndësishëm. Siç ndodh interesin e gjër pra. Janë besimtarë. Faktikisht pyetja që i është bërë profetit alayhis salam e ka pyetur dikush o pejgamberi i Zotit, pse hëna nisë holl, pastaj plotësohet dhe pastaj shkon prapë e holl. Do të thonë një pyetje, do të thonë që ka të bëjë më shumë me estetike. Ka të bëjë me aspektin astronomik, sesa ka të bëjë me aspektin le të themi diçka çfarë do bie ka njeriu për kësaj, do të thonë jetën e tij të përditshme. Dhe Zoti i Madh, profeti sa nuk u përgjigj. Dhe Zoti e solli përgjigjen. Të pyesin ty o Muhammed për fazat e zhvillimit të hënës. Thuaj, i kemi bërë si kohë përcaktuese të fillimit të adhurimeve, haxhit, agjërimit e kështu me radhë. Pra hëna është një mrekulli e Zotit, është një le të themi një krim interesant që Allahu xhallahu ka bërë në këtë univers që ka të bëjë me jetën tonë, dhe Zoti i Madh ka bërë atë si një matës tjetër të kohës. Pra kemi dy matës kohës për ne si njerëz sot, kemi matësin me kalendarin le të themi diellor dhe kemi matësin e kohës nëpërmjet kalendarit hënor. Zoti i Madh shumë gjëra në fen tonë ka lidhur pikërisht me hënën dhe me lëvizjen e hënës. Jo se ne kemi ndonjë asfeksion ndaj hënës. As se hëna apo gjysmë hëna apo hëna e re është simbolistik e Islamit. Se ne rëndom gjejmë për shembull kur flitet për Islamin kemi atë hënën e holl ose gjysmë hënën me atyllën e vogël dhe si simbolistik e Islamit. Na akuzuar se adhurues të hënës. Pra ka lidhje Islami këtë pjesë? Po e lidhin. Faktikisht nuk është se ka lidhje, domethënë. Po pse shumë adhurimi në Islam lidhet me hënën? Sepse Zoti domethënë që të jetë i barabartë dhe i drejtë me të gjithë njerëzit. Po të ishte domethënë me sistemin diellor gjëja le të themi, atëherë gjërat do të kishin një ndarje jo të drejtë, që do të thotë disa njerëz të ishin më të privilegjuar për shkak të kushteve klimaterike në krahasim me disa të tjerë. Për shembull le të themi, nëse Ramazani do të ishte në sistemin solar diellor, domethënë disa njerëz do kishin gjithmonë dimër dhe disa të tjerë do ta vuanin gjithmonë në verë. Në momentin që është në lëvizje të vazhdueshme, atëherë të gjithë kanë mundësinë ta shijojnë atë në verë dhe në dimër. Po kështu edhe haxhi kështu me radhë. Pra Zoti sikur thotë, mos u merrni me diçka që nuk është se ju intereson aq shumë në jetën tuaj të përditshme, por ju merrni me urtësinë. Pra Zoti i Madh ka bërë hënën si një shkak që ju të reflektoni, që ju të adhuroni Zotin më shumë dhe nëpërmjet le të themi cikleve dhe zhvillimit të hënës ju të adhuroni Zotin në forma nga më të ndryshme. Për këtë arsye, domethënë, kemi Ramazanin dhe kemi haxhin, dy adhurime të rëndësishme, pra le të themi dy nga shtyllat e Islamit, gjithashtu edhe zakati, si më thon pjesa më e madhe e zakatit përveç dy kategorive, janë të lidhur gjithashtu me vitin hënor. Pra ne muslimanët kur japim zakatin, e llogarisim me vitin hënor dhe nuk e llogarisim me vitin diellor. Pra në mënyrë që ka dhe një arsye tjetër ose një urtësi tjetër, fakti që është më i vogël në ditë. Pra, le të themi viti lunar është 355 ditë, ndërsa viti solar është 365 ditë.
Kështu që Pikë 24 se ka po, domethënë përveç 365, 366, pra një herë në 4 ditë, një herë në 4 vjet. Pra ideja kush është, pra njerëzit duhet merren me atë që është më rëndësishme në jetën e tyre. Ne nganjëherë bëjmë pyetje kote ose interesohemi për gjëra kot, që pra është dhe një mësim tjetër që na jep ajeti kuranor, pyet për atë që të intereson, sepse ne e kemi natyrën tonë, duam dinë çfarë bëri tjetri, ndërkohë që kemi hallët tona dhe kemi sikletet tona dhe kemi gjëra shumë më të rëndësishme për cilat ne duhet të merremi. Gjithashtu ajeti trajton edhe një traditë që ka qenë në haxhin para islamik. Ata kanë pas traditë që kur vishnin rrobat e ihramit dhe dilnin nga shtëpia, ka qenë le të themi traditë pagane që nuk i lejohej atij që ishte veshur me rrobat e ihramit të futej nga dera e shtëpisë nëse kishte harruar diçka apo duhet merrte diçka. Por çfarë bënte? Duhet futej nga mbrapa shtëpisë, nga dritare apo diçka tjetër. Dhe Zoti në vazhdimin e ajetit e ndaloi edhe këtë gjë. Tha nuk ka të bëjë me devocionin se si futesh në shtëpi. Devocioni është kush i friksohet Zotit, kush e ndjen Zotin, kush jeton si më thon me rregullat dhe me besimin në Zot. Ky është devocioni, nuk është devocioni se si ti futesh tek shtëpia. Pra e pezulloj, pra kemi edhe një pezullim të një tradite pagane, e cila ishte ose e haxhit të përzier me paganizmin, që kush ishte i veshur me rrobat e ihramit nuk futej dot nga hyrja e shtëpisë, por duhet futej nga mbrapa. Dhe është interesant, domethënë se ajeti, po të shohësh ajetin më përpara, flet ndalesën e prekjes së pasurisë tjetrit padrejtësisht. Pra flitet për shenjtërinë e pasurisë tjetrit, flitet për adhurimin dhe për kushtimin ndaj Zotit xhelalu dhe vjen ajeti më pas që thotë gjë, kur është e nevojshme për të përgjigj thirrjes për të mbrojtur, le të themi, jetët e njerëzve, për të mbrojtur besimin e tyre, duhet përgjigjeni. Pra e kemi këtë ajetin, si më thon, e hënës ose për fazat e zhvillimit mes dy momenteve të rëndësishme. Momentin që duhet fitojmë në halal, në momentin që ne duhet përgjigjemi kur të na kërkohet, dhe në momentin që ne duhet të jemi gjithmonë, domethënë në adhurim të Zotit, dhe se hëna nuk është gjë tjetër vetëm se një krijesë e Zotit dhe nuk është, si më thon, synim në vetvete. Po Zoti e ka bërë që të jetë viti hënor më i vogël dhe të jetë në lëvizje të vazhdueshme në mënyrë që njerëzit ta shijojnë adhurimin e Zotit në të gjitha kohët e vitit. Në fakt, për ta lidhur pak edhe me pjesën e kohës, dikur në një media doli një djalë 7 vjeçar, i cili ishte bërë hafiz. Dhe kur pyetën baban e vet, i than, si e ke mësuar? I tha, jo, unë s'e kam mësuar, tha thjesht se kam lënë shpërdoru kohën. Pra duket sikur smunja edhe epokës që ne jetojmë është përdorimi me kohën. Ky ajet, përveç aspektit teknik që ju përmendët, a e përfshin dhe rëndësinë e kohës brenda vetes, pra si Absolutisht që po, domethënë sikur Zoti më e orienton njeriu që gjëja më e rëndësishme është të mbushë kohën e tij me adhurimin e të Madhit Zot. Disa është puna e adhurimit, domethënë nga që është i përhershëm dhe i vazhdueshëm, sado pak që të jetë në momentin që bëhet i rregullt, ai bëhet shumë. Për shembull, le të themi, dikush ja vën detyrë vetes tij që në çdo namaz të lexojë, për shembull, le të themi 5 faqe kuranore ose 4 faqe kuranore. 4 faqe kuranore në çdo namaz do të thotë që ty të marri ekstreme 10 minuta. Mirë, po në momentin që ti këtë bën çdo ditë, do të thotë që bën një xhuz. Do të thotë në çdo muaj ti e lexon një herë Kur'an. Do të thotë në çdo vit ti bën 12 herë khatme. Pra një asgjë e bër vazhdimisht shumë. Një ajet kuranor po të mësosh në ditë, ëh, sikur vetëm një ajet kuranor, pra njeriu të mësojë në ditë, ti je i sigurt se për 2 vjet ose për 3 vjet ekstremin, 4 vjet do të jetë hafiz Kurani, për 4 vjet do të bëhet hafiz Kurani. Pra, sikur vetëm një hadith pejgamberit alayhis salam të mësojë në vit, ai për, le të themi, për 5 vjet, për 6 vjet bëhet hafiz i Buhariut, e për 5-6 vjet tjera bëhet hafiz i Muslimit, përveç Kuranit flas. Pra, janë disa gjëra që po të bëhen vazhdimisht, domethënë është mirësi e madhe. Falja e suneteve rregullisht. Falja e suneteve rregullisht do të thotë në, le të themi, në një vit do të thotë që ti të falësh 3600 sa namaze. Në momentin që ti i lën, do të thotë se ti mirë, po falja e suneteve nuk është asgjë faktikisht. Domethënë falja e suneteve përveç farzit, gjitha sunetet bashkë me farzet shkon 1 orë në ditë. Pra gjithë dita, mirë, po 1 orë në ditë, i thon gjatë gjithë vitit, llogaritës se sa është mirësia dhe shpërblimi. Pra
dhikri, le të themi 100 herë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, sa merr për njeriu, 100 herë subhanallah, 100 herë alhamdulillah, 100 herë Allahu akbar, 100 herë astaghfirullah, sa merr për njeriu shumë pak. Mirë po e bër çdo ditë shumë. Për këtë arsye ka një fjalë shumë të bukur profetike që thotë: puna më e dashur tek Allahu është ajo që është e përhershme edhe nëse është pak. Pa bërja program, pavarësisht se sa është sasia, ajo është e dobishme shumë sepse shumësohet në shumë. Në një hadith pejgamberi sa më duke mbështet fjalën tuaj, tha: dy mirësi njerëzit mashtrohen në to shumë, ose nuk e ndjejnë ose nuk e japin hakun ashtu siç duhet. As-siha, shëndeti, wal farag, edhe koha e lirë. Pra koha e lirë pasi qenë problem edhe më përpara, por se unë mendoj në kohën që ne jetojmë, në kohën e teknologjisë, në kohën e le të themi ekranit, ekzibicionit dhe suggestionimit. Absolutisht, është bërë smundje dhe po i largon njerëzit nga realiteti dhe po i fut në një botë tjetër, në një botë e cila në momentin që njeriu e mbyll atë ekranin, e kupton që jeton diku tjetër, e kupton që është një jetë tjetër, duke sikur njerëzit jetojnë të dyzuar ose të trezuar. Pra jetojnë botë të ndryshme, ndërkohë që bota reale është diçka, po dalin nga realiteti në një botë surreale, e cila pastaj ju jep goditje. Pra në momentin që kthehen në realitet, ndërkohë që jeta ikën, ndërkohë që një ditë isha me disa studentë. Dhe po flisja, thash minimalja gjithë secilit për jush dhe nesh është që ne harxojmë 3 orë minimalja. 3 orë në ditë. Tani llogarit sikur këto 3 orësh në ditë ta kishim harxuar në lexim, sikur ta kishim harxuar në vepra të mira, sikur ta kishim harxuar në diçka të dobishme. Po ne do të ishim argumente dhe do ishim mrekullie dhe do ishim gjenit e botës. Mirë po, dhe thash edhe këtë tjetër, ne japim mësim shkollë të mesme sot. Do thonë, flas sidomos tek pjesa le të themi e gjinisë mashkullore. Nuk gjen një djalosh të ri i cili ka libra me vete. Nuk gjen, ose çantë me vete siç ka qenë kohën tonë. Pse se është diçka e ulët, diçka e turshme, diçka. Ndërkohë që po mos të ketë celular, është ulje e madhe, është problem shumë i madh. Do të thonë, harxhimi i kohës në atë që është dobishme është shumë e rëndësishme. Bërja e një programi sa do të vogël në të mirë, në adhurim të Zotit, në mirësi, është shumë e rëndësishme. Pra sikur Zoti na thot, merruni me atë që është e rëndësishme, merruni me atë që juve ju duhet. Pra mos harxhoni kohën duke medituar në gjëra të cilat nuk janë produktive për jetën, pra nuk sjellin një rezultat për jetën tuaj. Është ndryshe kur dikush është i fushës astronomisë ose një moment meditimi për mrekullitë e Zotit, po që të harxhosh kohën për diçka që ty nuk të kthehet në dobi, thot stop. Pra është shumë i thellë ajeti, është shumë i thellë ajeti. Në fakt, Shena Bulsi ka thonë një fjalë që si më thënë është edhe vetë emblema e epokës ku jetojmë, ku njeriu bombardohet me informacione të padobishme. Dhe kush është me një fjalë kryetitu dhe sot është që çdo kush shkruan një libër. Pra përpara libri ishte diçka që bote ndryshime shoqërore, sot ulet dhe si të bëj një status Facebook, pra është dhe kjo që e dëmton. Por po të kthejmë pas në kohë dhe ta lidhim pak dhe me pjesën e ndalesave ose urtësisë së ndalesave islame, ne fjala bie gjejmë se Sokrati, fjala bie ka pas ndaluar muzikën, ka pas ndaluar poezinë, ka pas ndaluar shumë gjëra të tjera për edukimin e brezëve dhe llojësve, sepse sipas tij këto godasin inteligjencën dhe kuptimin e realitetit. Pra ai nda dhe kuptimin nga pjesa tjetër vizuale dhe estetike e botës. Ndoshta ekziston dhe kjo në Islam, pra që njerëzit shpesh ndalohen nga shumë gjëra, nga shikimi i haramit, nga dëgjimi veprave të ndaluara, në mënyrë që të kuptojnë edhe që do të kuptojnë fund fare, pra që është besimi në Zot, pra ka një lloj lidhje, një lloj analogjie kjo pjesë. Mund të ketë diçka ngjashme, sepse urtësia dhe mençuria, nuk është produkt i patjetër që duhet burojë nga ne. Ne jemi siç është ajo shprehja islame që thotë, urtësia është ajo që kërkon besimtari, kudo që ta gjej e merr. Dhe nganjëherë ne kënaqemi kur gjejmë që dhe themi çfarë e inspiron Islami, gjejmë edhe tek të tjerët. Faktikisht kjo është shumë e rëndësishme, angazhohem atë që të intereson, ose si thot për shembull në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam,
në një rast thot meru ose angazhohu me atë që ty t'intereson, prej pjekurisë së besimit ose prej treguesve të besimit të pjekur, besimit fort, është angazhimi me gjëra që i interesojnë. Pra në momentin që ti merresh me gjëra që t'i interesojnë, pra të sjellë një rezultat pozitiv për punët e kësaj bote ose për punët e botës tjetër, ti je besimtar, e ke kuptuar mirë kur i thon. Dhe në momentin që ti interesohesh për gjëra të cilat merresh me gjëra të cilat ty nuk të interesojnë, pra nuk t'japin një rezultat për jetën tënde të kësaj bote apo për jetën e botës tjetër, do të thotë se besimi jot nuk është aty ku duhet. Pra është tregues i besimit se me çfarë merresh. Për këtë arsye themi ne, besimi është të besosh me zemër, të veprosh me vepra dhe domethënë të shprehesh me gjuhë. Pra është diçka 3 në 1, domethënë, të besosh me zemër, ta shprehësh me gjuhë dhe ta bësh me vepra. Pse? Sepse nuk mund të jetë diçka që domethënë fantazohet vetëm apo mendohet vetëm, duhet të ketë realitet. Dhe që të ketë realitet do të thotë se merr kohë, merr pjesë nga jeta e njeriu. Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë, mos jemi thjesht njerëz idealist në të menduar, por duhet të jemi, domethënë, idealist në vepra, më shumë se sa thjesht çfarë shprehim. E kjo e bën njeriu që të angazhohet me atë që është, si më thën, e dobishme për të. Dhe rasti që ju përmend po është të vërtetë, do të thotë që do të thotë sikur e nxjerr njeriu, sikur e largon njeriu nga ajo që duhet ai faktikisht merret me të. Për këtë arsye, do të thonë edhe poezia që përmendet ju është 2 llojesh, Për këtë arsye Zoti tha, do të thonë Shuara, yattabi'uhumul ghawun, illa alladhina amanu salih. Wa qalilun ma hum. Tha dhe poetët, domethënë pjesa më e madhe, përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira. Pra varet se çfarë inspiron ai nëpërmjet poezisë, varet se ku e çon njeriu. Sepse poezia, le të themi, është le të themi niveli më i lartë i retorikës, i të shprehurit. Mirë po, edhe ai ka synime dhe objektiva, ai të merr, të çon në një botë tjetër, o do të çojë në një botë e cila të afron me Zotin dhe me botën tjetër, me normat, me traditën, me respektin ndaj njerëzve, prindërve të tjerë, ose do të nxjerrë në një botë e cila është një botë negative. Pra varet se si pozicionohet. Në fakt edhe ai vet kur fliste për poezitë të dëmshme, të shturse, edhe për muzika dhe të tilla, pra që ishin biles ka dhe një shprehje shumë të bukur që thoshte ndryshimet muzikore janë revolucione politike. Pra sepse ai thotë që muzika të merr peng edhe e çon njeriu pastaj në një lloj korrupsioni moral dhe social, pra nuk i përmbahet kontratave, bëhet rebel ndaj shoqërisë etj. Por në fakt ka dhe një studim lidhur me këtë që thoni ju dhe si më thon vjen si kron pikërisht me çfarë po huat, domethënë shoqëritë që janë më të përparuara sot janë ato shoqëri në të cilat njerëzit janë më shumë të specializuar, le ta themi, në fushat përkatëse. Dhe jo gjithologjia, siç e shohim rëndom në Ballkan apo shumë zona shoqëritë botës tretë, kur merren me gjithçka dhe nuk janë ekspert në asgjë. Pra, dhe biles shumë njerëz jetojnë për shembull në Perëndim ose në Gjermani, thotë që jashtë fushës vet nuk ka asnjë lloj informacioni. Pra, është gjeograf, ke fusha vet të thëmbrinjë, siç thotë populli, po e pyetë për historinë ose po e pyetë për fizikën, nuk di fare. Domethënë, njerëzit janë specializuar dhe nuk e humbin kohën, pra edhe në jetën e përditshme ne shohim dëshmi të profilizohet, do thonë ai profilizohet. Faktikisht kjo kërkon dhe Islami për muslimanët, të jemi profilizuar në Islam. Do thonë mos ta marrim Islamin për ciptazi apo mos ta marrim sipërfaqësor, po të profilizohemi mirë në të, që do të thotë ta besojmë Zotin, ta adhurojmë Zotin, të përmbahemi rregullave që ka sjell Zoti, të ecim me etikën kuranore, me etikën profetike, në mënyrë që këtë gjë ta bëjmë ashtu siç duhet, se në fund fare me këtë do të dalim nesër përpara Zotit. Pra, çado që të bëjë njeriu në jetën e kësaj bote, sado arritjet që të realizojë njeriu në jetën e kësaj bote, nesër përpara Zotit do të dalë në raport me besimin e tij. Këto gjërat e tjera janë gjëra le të themi pluse, pozitive, po gjëja bazike me cilën ne do të dalim përpara Zotit është se si ne i kemi ndërtuar raportet dhe marrëdhëniet tona me krijuesin, me Zotin. Sa kemi qenë falëndërues ndaj tij, sa kemi qenë mirënjohës ndaj tij, sa i jemi përkushtuar, domethënë në jetën tonë kënaqësisë të tij e kështu me radhë. Dakor. Atëherë shkëputemi për një ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio.
Ja pra kur rikthyem sërish në studio me hoxhën ton Ahmet Kalaja. Hoxh i nderuar, siç e prekëm pak dhe në mënyrë tangenciale, hëna është një logo, ta themi thojza, që ne e gjejmë prezente në shumë flamure të shteteve islame, e gjejmë prezente në institucione, e gjejmë prezente kudo. Dakord, ka rënë poshtë teoria orientalizme që muslimanët nuk janë adhurues hëne. Po në fakt, çfarë është kjo lidhje me hënën? Çfarë bën kaq speciale për muslimanët hënën që gjendet në simbolet e tyre? Gjendet faktikisht edhe në xhamia, në minare. Faktikisht më shumë edhe në objekte kultit. Ka mbetur si traditë, domethënë e ardhur nga, le të themi, nga perandoria, nga xhilafeti Osman, domethënë më shumë se sa diçka që ka të bëjë si simbolistike e islamit, domethënë si shenjë, domethënë si simbolistik islamit. Normalisht që edhe to shtete, le themi, e kanë marrë ndoshta origjinën nga që shumë adhurime janë të lidhura me hënën, edhe e kanë marrë si simbolistik, domethënë, po në asnjë mënyrë që të adhurohet apo të jetë si objekt adhurimi. Që qëllim vetvete. Madje ka një teori gjithashtu konspirative, le të themi, që thotë muslimanët adhurojnë Zotin Hën apo Zotin Diell apo një Zot i cili është lindur mes Zotit Hën dhe Zotit Diell. Gjithë këto në teori, le të themi, të atyre që duan ta shfaqin Islamin si një fe pagane, ndërkohë që faktikisht Zoti e thotë në Kur'an, la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari walakin isjudu lillahi alladhi khalaqahun. Mos i përulni as diellit as hënës, por përulni Zotit i cili i ka krijuar ato të dyja. Madje në një ngjarje shumë të njohur që ka ndodhur në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, andaj nga fundi i jetës Profetit sallallahu alajhi wasallam, thuhet viti i 8 i Hijrit apo viti i 9, pra bëhet fjalë 1 vit, 2 vjet apo 3 vjet para se ndronte jetë Profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe thuhet që ka qenë viti i 10 i Hijrit, pra 1 vit para se të ndrojë jetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ka ndruar jetë djali i tij Ibrahimi alayhis salam. Dhe atë ditë ka qelluar që të ndodhi eklipsi i diellit. Dhe pasi është varrosur fëmia, domethënë, njerëzit kanë filluar të flasin. Ej, sot me vdekjen e Ibrahimit u eklipsua dhe dielli. Ke përsi njerëzit kanë qenë këtë lidhje gjërat. Sot kur vdes dikush ka qadhe edhe qielli sot se ra shi, apo ka majt kohë e mirë, ka qenë njëri i mirë, që s'ka lidhje fare, mund të jetë njëri shumë i mirë dhe koha mund të jetë e vranë dhe shi i madh, dhe mund të jetë njëri shumë i keq dhe koha është e çelur, por nuk ka lidhje fare. Po njerëzit janë të prirur të bëjnë lidhje. Cili është argim profetik? Edhe në atë kohë dikush e shprehu këtë, ndodhi me vdekjen e djalit Profetit sa u eklipsua dhe dielli. Profeti sa i shkoi si fjalë ndeshmi, por shumë e rëndë kjo, sepse ka njerëz që mendojnë se yjet dhe planetët ndikojnë në jetën tonë apo ngjarjet në këtë botë janë të lidhura me ndikimin e yjeve dhe planetëve. Faktikisht Islami është si më thënë kategorikisht kundër kësaj. Profeti sallallahu alajhi wasallam urdhëroi që të mblidhen njerëzit në xhami, se do të mbante një fjalim. Çfarë tha? Tha dielli dhe hëna janë mrekulli të Zotit. Nuk eklipsohen për vdekjen e dikujt ose për lindjen e tij. Pra mund të ndodhi që një ditë kur lind dikush të ketë eklips apo kur vdes dikush të ketë eklips, po kjo nuk ka lidhje, nuk është kjo. Është shenjë e Zotit dhe mrekullia e Zotit. Zoti ka bërë këto shenjë dhe mrekulli që ju të ktheheni tek Zoti, që ju të pendoheni tek Zoti. Pra të kuptoni se ky diell, e kjo hënë, kjo tokë janë në dorë të dikujt tjetër. Është dikush ai i cili ka vendosur ligjet mbi të cilat funksionojnë dielli, hëna, toka dhe gjithçka në këtë botë. Atëherë lidhuni me atë që është mbi këto dhe menaxhuesi dhe krijuesi i këtyre që është Allahu xhel. Pra le të shërbeje për këtë arsye në Islam, kur ndodh eklipsi ka një lloj namazi, një lloj falje që quhet falja me rastin e eklipsit. Çfarë bëjnë aty muslimanët? I lutën Zotit, adhurojnë Zotin. Pse? Sepse ne e dimë shumë mirë që kjo dukuri, le të themi universale, kjo dukuri astronomike, e ka një Zot i cili e ka bërë këtë ligj që të funksionojë në këtë formë apo këtë gjë që të funksionojë në këtë formë, që ne të jemi falëndërues ndaj Zotit. Sikur po na thotë i Madhi Zot, unë që e kam sjell këtë rregull të përjashtuar, që është rasti i eklipsit, jam i plot fuqishëm që tua heq fare dhe diellin. Çfarë do të bënte? Lidhu me Zotin dhe mos u mbaj me krijesat dhe mos u lidh as pak me krijesat. Dhe kjo është një rast i mirë. Ka njerëz që thotë, "A të futem në shtëpi se është hëna e re." Po futur në shtëpi hëna e re, hëna e plot, hëna në zjarr, hëna jashtë zjarrit. S'ka lidhje fare, domethënë nuk ka lidhje fare martesa me hënën.
futja në shtëpi me hënën. Nuk ka lidhje fare mënyra e fejesa me hënën. Kjo apo ajo e nise punën apo biznesin apo tregtin, është hëna re apo është hëna, s'ka lidhje fare, nise kur t'i vi momenti. Ose siç është rasti mes dy bajrameve. Apo fejesa apo futja në shtëpi, sa pyetje kanë ardhur për shembull, a lejohet fejesa me u fut në shtëpi mes dy bajrameve? Nuk ka lidhje fare. Por nëse është diçka që ka të bëjë, le të themi, me një fenomen i cili me të vërtet ka ndikim të vërtetuar nga shkenca, e pranojnë. Për shembull, krahasitja e pemëve. Krahasitja e pemëve ka të bëjë sepse ka të bëjë me baticën dhe me zbaticën. Dhe ne e dim shumë mirë që hëna ka atë efektin e vet, pra është shit tani dallimi. Kur ka argument ne dorëzohemi tek argumenti. Ne themi batica dhe zbatica ka të bëjë me hënën. Atëherë prerja në një kohë kur hëna është e plot apo kur ka të bëjë me efektin e lëngut pemës, dhe në momentin që ti e pret kur kemi efektin e tërheqjes, ajo dëmtohet. Okej, themi jo, sepse me të vërtetë është e lidhur me fakt, është e lidhur me argument. Edhe bujqit, edhe po e shohin, edhe kjo është e drejtë, sakt, nuk ka asnjë lloj problemi. Por janë disa gjëra të tjera të cilat nuk kanë lidhje. Prerja e thojve, a lejohet me i pre thojt kur është hënë, po çfarë lidhje ka me priti kur duash, nuk ka lidhje. Pra, ne nuk jemi përjashtues atëherë kur ka argument fetar ose shkencor, por jemi, domethënë, shumë, domethënë, kundër atëherë kur nuk ka argument fetar apo kur nuk ka argument shkencor. Në fakt ju hoq bot një ndarje shumë të bukur midis aspektit scientific shkencor, pra të shfrytëzimit hënës, ta themi, dhe aspektit të adhurimit dogmatik ku njerëzit bin viktima. Ndoshta sot për njerëzit nuk tingëllon diçka, le të themi, shumë e mahnitshme, kjo që ka bëjë Islami, sepse njohin shkencën, pra din të analizojnë fenomenet natyrore, por nëse do bëshin fjalë për një kohë ku të gjithë mbretërit i shfrytëzoheshin ato në favorin e vet për të sugjestionuar masat, për të manipuluar opinionin, dhe profeti Muhamedi alayhis salam ndaloi, pra kategorikisht të lloj shfrytëzimi që sidomos ishte për fëmijën e vet. Dhe kjo nuk është se nuk ka rënë, pra ka kaluar pa rënë re apo pa qenë në vëmendjen e orientalistëve, të cilët ka qenë një moment i spikatur ky, pra kur e kanë dalluar nga profeti Muhamedi alayhis salam dhe kanë thënë pse ky njeri ka bën ndryshe nga gjithë rryma e udhëheqësve të kohës, pra. Dhe në fakt është një gjë të interesante me rasti. Ne kemi diçka në Islam që quhet familja profetike. Familja profetike Ahl Beit janë njerëzit, domethënë, në Islam më të respektuarit. Pse? Sepse janë, domethënë, me porosi kuranore. Pra nuk është një porosi edhe nga jashtë. Por çfarë ka interesante? Ne ishim në Xhida, ishim tek një njeri i cili është nga gjaku i familjes profetit alayhis salam. Dhe ishim me një grup miq dhe vizitorësh. Dhe aty Allafi, ai, domethënë, po i shpjegon të këtyn dhe unë po përkthesha. Tha, ne e kemi të ndaluar që të marrim bamirësi nga njerëzit. Sadaka. Kur ikëm, këtij personit i boni shumë përshtypje, këtij shqiptarit. Tha, domethënë, mahnitem. Fakti që profeti alayhis salam ndaloi që gjaku i tij të marrë bamirësi nga njerëzit është madhështore. Pse? Se çdo njeri që do të ishte ai krijuesi ose le të themi ideatori një ideologjie, në fund fare kush i intereson? I intereson paraja. Jo, vetja e tij. Qartë. Familja e tij. Interesi vetjak në fund fare. Për çfarë lodhen, le të themi, politikanët tanë ose në përgjithësi, për çfarë? Në fund fare për interesin e tyre. Qartë. Populli është i 89 mbas një mishes në listë. Nëse është muhabet tjetër dhe temë tjetër. Po flas me fjalë se si funksionojnë gjërat. Ai tha, ne kemi të ndaluar haram. Brez pas brezi, ka të më nesër pas nesër, orë jam gjaku profetit unë. Sill. Jo, ai duhet punoj vetë i pari. Ai duhet të jetë vetë i pari në krye të punës, krye të situatës. Është tamam fisnikëri, pra. Fisnikëri. Se edhe popujt e tjerë respektojnë familjet mbretërore, por duke i marrë me taksa, ndërkohë ky është rast që vetë do si standard ndaluar, këta kanë ndaluar, kanë haram. Pra edhe kjo është në mbështetje të asaj që ju thatë, domethënë. Dhe në përmbyllje, le të bëjmë një pyetje që ndoshta i vjen në mendje, domethënë, shumë njerëzve. Pse adhurimet në Islam lidhen me fazat hënore, pra? Dhe a mund të jetë e vlefshme që të vazhdojë kjo lloj gjëje, pra që kemi kalendaret për llogaritjet shkencore etj. Absolutisht ne duhet të mbështetemi shumë tek
për llogaritjet shkencore, duhet i marrim në konsiderat. Ne faktikisht i kemi të lidhur adhurimit me daljen e hënës, po me shikimin e hënës. Pavarësisht se shikimi mund të jetë i lirë apo mund të jetë nëpërmjet, le të themi, aparaturave të cilat ndihmojnë në shikimin e hënës, por në fund fare është e lidhur dhe ne e përmendëm në fillim të emisionit. Pra ideja është që njerëzit, domethënë, ta shijojnë të gjithë në mënyrë të barabartë adhurimin e Zotit njësoj. Pra Zoti nuk ka njerëz të privilegjuar në tokë, nuk ka racë të zgjedhur të Zotit në tokë që ti privilegjoj këta me një kohë X edhe të privohen nga kjo kohë të tjerët që mund të jenë në hemisferën tjetër të globit. Kështu që është puna e drejtësisë, puna e barazisë dhe se tek Zoti garohet me vepra të mira dhe nuk garohet me gjak, nuk garohet tek Zoti me racë apo me preardhje dhe me origjinë. Kjo është ideja. Duke mos u humbur fokusin, siç e përmendët, pra duke mos u hutuar jo hëna, jo astronomia, por duke fokusuar ke thelbi, pra. Tek thelbi që është mirënjohja dhe adhurimi i madh të Zot dhe përjetimi, domethënë i përhershëm dhe i vazhdueshëm, për të mos më qenë monoton. Pra, madje kam lexuar një fjalë shumë interesante të Sheikhul Islam Temijes, i cili thotë në bazë të volumtimeve të mia, i thotë, edhe profetët e mëparshëm i kanë pasur të lidhur adhurimet me ciklet e hënës. Sepse kjo puna e drejtësisë Zotit, logjike, nuk do të jetë vetëm rasti i profetit Muhammed alayhis salam. I njëjti burim, pra që drejtësia e Zotit për njerëzit dhe mos konsiderimi i një race si të privilegjuarit e Zotit në krahasim me të tjerët, kjo duhet të ketë qenë, domethënë, praktika dhe predikimi të gjithë profetëve, të gjithë pejgamberëve të Zotit. Pra, nuk është në një çudi që po na e thotë, domethënë rasti i Muhamedit alayhis salam. Kështu që Sheikhul Islam Temi thotë, "Wa laqad balagani", thotë jam i informuar për këtë që edhe profetët përpara Muhamedit alayhis salam i kanë pasur të lidhur adhurimet me hënë. Argument mbështetës për këtë është adhurimi i Ashuras nga hebrejtë e Medinës. Hebrejtë e Medinës e adhuronin Zotin nëpërmjet agjimit të Ashuras njësoj si muslimanët. Paganët Mekas e agjëronin Ashura njësoj si Ashuraja e muslimanëve. Pra Ashuraja do të thotë ka qenë lidhur me Ibrahimin, se paganët çfarë i lidhte me Ashuran? I lidhte Ibrahimi alayhis salam. Pra qysh nga koha e Ibrahimit Ashuraja ecën me hënë. Erdhi pejgamberi sallallahu dhe hebrejtë e Medinës ecnin me hënë, pra nuk është çudi. Nuk është çudi pra që të jetë kjo. Për këtë arsye ne duhet ta ringjallim traditën e kalendarit islam. Për gjërave interesante dhe ndoshta kjo mund të jetë e fundit, ky kalendari janor dhe lëvizja e tij me 10 ditë, domethënë, ka qenë, le të themi, një nga urtësitë e Zotit se si është ruajtur feja në Shqipëri. Si? Po të ishte qenë Ramazani në një muaj fiks, për shembull, le të themi, Ramazani do të ishte shtator. Shteti monist do të bënte gjithçka që në këtë muaj mos ta adhurohej, mos ta agjërohej dhe të mahin fokus. Mirë po, duke qenë se Ramazani ishte vazhdimisht në lëvizje dhe ditë, ka qenë shumë e vështirë. Pra, kur i binden mend sistemit që ka njerëz që sot agjërojnë se është Ramazan, derisa të vite lajmi se është Ramazan, domethënë do ishte, domethënë vështirësohej edhe më shumë situata. Dhe tregojnë armiku. Tregojnë hoxhallarët ose njerëzit ta që ja kanë marrë Ramazanin, kemi pyetur si e mbajnë ju Ramazanin? Si e merrshi vesh sepse Ramazani nuk ka pas një muaj shërbësie. Shumë kollaj kanë thënë. Hoxhallarët e vjetër kur prish feja ju kanë thënë, "Jo tani çdo gjë do të prishet, po ju vazhdoni." Kanë thënë, "Po si t'ja bëjmë për Ramazanin?" Kanë thënë, "Mani kalendarin." Kohët e namazit nuk ndryshojnë, këto që kanë bërë me diellin, nuk ndryshojnë, ndërsa muajin e Ramazanit do ta hiqni çdo muaj nga 10 ditë. Çdo vit nga 10 ditë. Nga 10 ditë. Kështu që çdo vit ata kanë hequr nga 10 ditë, kanë qenë mrena. Ndoshta gabojshin në një ditë, po në fund fare e kapshin. Muajin e dishin, domethënë. Muajin e Ramazanit e kapshin plot dhe e kanë agjëruar. Mrekulli, pra, sakrificat tyre ka si thënë. Përfitoj nga rasti, u bë një lajm tani para disa ditësh që u bë lajm, le të themi kështu. Thotë konfirmon Arabia Saudite deri në vitin 2045 nuk do të ketë më haxh në verë. Edhe ishte shpërndar, o Zot, sa pyetje janë bërë. Thash, o Zoti i madh, hedh një budall një gur edhe duan 100 mençur për ta nxjerrë. Po ç'ka nevojë për konfirmim? E konfirmon Arabia Saudite, po çfarë lidhje ka me vllasa? Ajo është e përcaktuar, po. Ajo është e përcaktuar që ajo lëviz në 10 ditë nga pas. Pra nëse le të themi Ramazanin këtë vit ishte mars-prill, vitin tjetër do të vazhdoj kështu duke e hequr duke 10 ditë, 20 ditë në janar, dhjetor etj, kështu që kështu do të edhe haxhi është e njëjta gjë, do të lëvizi, nuk do të ketë më haxh. Do të ketë 2 Ramazane me i vit, pra. Po, nuk do të ketë më haxh në korrike dhe në gusht,
edhe në qershor për 20 e sa, po normal nuk do të ketë sepse do të vi haxhi tani e kemi në qershor, pastaj do të futet në maj, pastaj llogaritë çdo vit çdo 3 vjet, në një muaj është normale domethënë. Po nderuar, nuk na mbetet vetëm se t'ju falenderojmë. Ju zakonisht i përgjigjeni pyetjeve të publikut, por sot jeni përgjigjur dhe pa pyetje, por keni dhënë shumë përgjigje që kanë përshtypjen njerëzit shtëpit, i kanë pasur me vetë në vetë. Dhe ndoshta ne s'kemi kohë ose nuk na vijnë më të gjitha pyetjet, por që gjithsesi e dha atë vlerën e shtuar pra të përgjigjes. Gjithashtu falenderoj teleshikuesit pra për vëmendjen që na kushtuat në këtë punë të atësoshme, e cila ishte pak e gjatë, por mendoj një udhtim tepër i dobishëm. Deri në puntatën e ardhshëm, asalamu alaikum.